Për dobive që ka nëse ti e përmend Allahun xhalleshanu është që problemet që ka i ke njëtën tënde Allahu xhalleshanu t'i zgjidh. Nëse ki telashe, a nuk ka njëri pa telashe në këtë botë. Nëse ki telashe edhe përmend Allahun, pa dyshim se Allahu xhalleshanu këtij njeriut ja zgjidh problemet, sikurse ka ardhur 3 persona, 3 xhamat te Hasan al-Basriu. Hasan al-Basriu ka qenë një nga tabiint, imam hoxh në atë kohë të tabiint. Tabiint janë gjenerata që ka vjen mas sahabëve. E ki ka qenë në kohën e tabiinve Hasan al-Basriu, duke mbajtur me xhamatën e vet, ders vijnë 3 veta dhe e pyesin: "Ja, o imam jon, thot, o hoxha jon, thot kena disa halle, disa derte. Njëri për tyre thot, unë kam një dert sepse toka ime u ka tha nga bereqeti. S'ka bereqet, s'ka ujë. Thot, çka është zgjidhja e kësaj problemi? I dyti thot, unë kam nevojë për pasuri, jam fukanra. I treti thot, unë kam nevojë për evlat, se Allahu nuk më ka qu evlat. Tu tret me kërkesa të ndryshme. E ky imam ju jep tu treve një përgjigje. Duke i thonë, përmendni Allahun xhalleshanu, kërkoni prej Allahut falje, istaghfiru rabbakum. Shkoni dhe kërkoni falje te Allahu. Përmendni Allahun xhalleshanu. Thuni: "O Allah, më fal. O Allah, la ilaha illallah, subhanallah." Përmendni Allahun xhalleshanu. Edhe xhamati që kanë qenë rreth tij thotë: "Jo imam, o hoxha jon, po 3 veta erdhen me kërkesa të ndryshme. Ti tu 3 ju thave një gjevap, një përgjigje. Me boj istighfar, me përmend Allahun xhalleshanu." Thot, ju a nuk e lexoni fjalën e Allahut kur Nuhi alayhis salam ju thot popullit vet: "Fekultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Nuhi alayhis salam kur e shef popullin e vet se 950 vjet edhe non stop duke i bë zullum, edhe duke mos e pranu thirrjen e Nuhit alayhis salam, e tash për t'i relaksu apo për t'a zbut atë thirrjen e tij, i thot: "Bëni be istighfar, përmendni Allahun, që Allahu xhalleshanu ma va fal juve." Shikoni, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Përmendni Allahun sepse Allah është falës i gjunave tuaja. E pastaj cili e përmend Allahun, Nuhi alayhis salam, do thon, ju thot nëpërmes Xhibrilit alayhis salam, me laçeve: "Yursilu sama aleikum midrara." Allahu xhalleshanu nga qielli do të çon bojllëk. Përgjigja atij i cili ishte thonte që toka ime u ka tha: "Wa yumditkum bi amwalin wa banina." E pastaj edhe atij i cili ka problem me evlat, ka mi qu evlat, po edhe i cili ka problem me pasuri, ka mi qu Allahu pasuri, nëse ti e përmend Allahun subhanahu wa taala.